që kanë votu, që kanë pas drejt votës, aty ka pas fëmijë tjerë të cilët edhe nuk kanë votu, kanë ndryshu, do më thonë, rezultatin Kosovë. Dhe ti dua të hap edhe një çështje me pranverën, vetëm pak. Lutem, kushtrim. Vetëm pak, lutem. Se dua ta pyes pranverën, a ka LDK-ja përposa Abligjiku ndonjë figurë tjetër për president që ta ofroj? Të brendshme ose të jashtme? Hiç zënën Osmani shembull, nëse nuk i shkon për shtati dhe për interes. Kushtrim, LDK-ja ka figura shumë të mira. Për president po flas. Edhe për president. Nëse kemi pas që Hikmet e Bajramin, pse mos me bo presidente? Se po reagon ti... Ose zotin Abdullah Hoti. Po, pranvera e ka agjendë me shu LDK bre. Agjendë ka. Se me shu LDK? Pa të lutem. A bën Qëllën agjendë o krenar. Unë menoj që me figurat mira të meqme, me profesor të fakultetit, edhe Abdullah Hoti... Zinin LDK, s'ka. Jo bre, kena... Na i kem 15 deputet, që bre zgjedhe ka ndush prej që atyne deputet dhe mund është me bo se gjithë janë përgatitur. Lutem, s'bo këshilla që e shujnë LDK. Jo, nuk e shujnë fare. Këshillat e tua me bashkan gjithë në vetë vendosje, me shu LDK njën këshillat e juja, voton e vjosën edhe shkanin pus. Po, vazhdo me emrat. Prej se emrat. Për emra jam interesu me fort. O, krenar, për emra jam... Po, ty i ka marrë 13%. A mua, po pëse unë s'jam LDK. Unë s'jam LDK. Ju pe këshilloni për me shu. Jo, unë e pe këshilloj me shku në koalicion edhe me marë prezidenti vetë. Krenar, je i pa drejt me zonën pranverë. Jo, one nuk e... Pranvera po... Ti je me vërtet... Asumova argumentet, se dhe Matoshi ka të njëjtat. Si e duke ja dhënë, mas pari pranvera dhe Matoshi si kanë argumentet e njëjta. Ta e kanë qëllimin, qysh mi abu kundër esencialisht ndryshojnë në një element. Pranvera dhe duhet koalicion. Matoshi dhe duhet koalicion, duhet shkot zgjedhje. Matoshi, po dhe Matoshi ka agjendë me